Agron, si u kombinua interesi për fen, psikologjinë dhe politikën? Domethënë për nevojë personale. Po, si thash prej herët, domethënë unë nuk rrjedhje prej një familje fetare, po ka darë Zoti që në moshën 14 vjeçare me vendos me vetë dëshirë që me studiu fe. Pastaj edhe në studimet pas shkollës mesme në fakultet kam zgjedh pikërisht çështjet të cilat janë shpirtërore, të cilat që kanë të bëjnë me besimin. Për arsye se kur shpirti është i qetë, edhe trupi pastaj është në gjendje me mbart gjitha sakrificat, gjitha problemet. Kështu që çdo gjë është një farë lloj përvoje personale, kërkese personale. Dhe gjithmonë, sa më mend, më ka interesuar dhe aspekti mendjes. Po. Për arsye se këto dy gjëra janë të ndara, po në anën tjetër kanë lidhshmëri. Se këtu është problemi i kohës që jetojmë, kohës moderne, e ka ndarë njeriu. Kjo po edhe në shkencat e mjekësisë. Nëse dikush një mjek e njeh vetëm një organ caktuar, vetëm syrin, ta thojmë, vetëm zemrën, vetëm mushkrit, vetëm eshrat, ndërsa njeriu është i tërë. Ne e dim hadithin e profetit paqja dhe lavdrimi i Zotit qoftë për të, kur thotë se qofse një gisht lëngon, i tërë trupi nuk mundet me gjetë të rahati. Pra, ka ndërlidhje. Problemi i kohës moderne është se njeriu kanë fillu me nda. Madje psikologjia perëndimore, bashkohore është në krizë jashtëzakonisht madhe. Adem se sa ata kanë vendosur emrin psikologji, psiko, që ka të bëjë me shpirt, në anën tjetër asgjë nuk flasin për shpirtërorën. Absolutisht. Gjithçka mirën me jashtë. Në anën tjetër çdo gjë fillon me brenda. Ata studiojnë sjelljet e njeriu, edhe në bazë të asaj pastaj edhe mendimeve. Në anën tjetër e kanë përjashtu komplet aspektin e brendshëm edhe aspektin shpirtëror. Kështu që unë nuk kam pa kur për shembull diçka që është problem të bashkohen gjëra të cilat janë dije vërtet. Për arsye se edhe dietarët islam në të kaluamën janë marrë me këto çështje. E vërtet. A kupton. Domethënë nuk është se çështja e psikologjisë ka filluar me vitin 1879 kur nihet laboratori i parë i psikologjisë nga Wilhelm Wundt në Gjermani, e që i bën tash që para vitit 1879 nuk është marrë kërkosh me çështje psikologjike, vetëm atëherë. Edhe në anën tjetër, domethënë politika është ajo që ndikon në jetën tonë. Dëshëm apo nuk dëshëm, posaçërisht Kosova dhe unë që jam i lindur domethënë në vitin 80, tash kom përjetu rënien e Jugosllavisë, luftën e Kosovës, çlirimin, pavarësinë e mbikëqyrur, gjitha këto, kështu që për nga natyra edhe për nga kultura familjare, gjithmonë kemi bisedu për çështje politike, kemi përcjell dhe shpeshherë kemi ndiku sa kemi pas mundësi për të mirën e vendit.